Washingtoni për një kohë të gjatë ka vëzhguar se si Teherani e ka shndërruar ngushticën e Hormuzit në instrumentin e tij kryesor të fuqisë. Për qetësuar tregjet gjatë luftës ajrore, qeveria amerikane madje hoqi përkohësisht sanksionet për naftën iraniane, që ishte tashmë në transport, thuhet në një analizë të media zviceriane, Neue Zürcher Zeitung. Si pasojë, garda revolucionare lejonte të kalonin vetëm anijet e vendeve mike në për ngushticë dhe në varësi të nivelit të marrëdhënieve, vendoste tarifa kalimi deri në $2 milion. Këtë blokadë e njëanshme Donald Trump nuk dëshiron ta pranojë më, meqense bisedimet me Iranin gjatë fundjavës në Islamabad nuk prodhuan në rezultat. Presidenti amerikan njoftoi një blokadë të plotë të porteve iraniane, duke filluar nga e hëna në orën 10, sipas kohës së Washingtonit. Irani nuk po respekton armëpushimin dhe premtimin për të hapur ngushticën e Hormuzit, shkroi Trump të dielën në platformën Truth Social. Çdo anije që kalon ngushticën do të ndalohet. Qëllimi i blokadës është të gjithë duhet kenë leje për të hyrë, të gjithë duhet kenë leje për të dalë. Komanda ushtarake amerikane në lindjen e mesme, CENTCOM, e sqaroi embargon të dielën në platformën X. Blokada do të zbatohet ndaj të gjitha anijeve që hyjnë ose dalin nga portet iraniane. Kjo përfshin edhe portet iraniane në gjirin e Omanit, në lindje të ngushticës së Hormuzit. Në këtë mënyrë, bllokohen edhe eksportet iraniane të naftës përmes një tubacioni që shmang ngushticën. Anijet që nuk përdorin porte iraniane nuk do të ndalohen. Trump njoftoi gjithashtu se SBA do të fillojë operacione për pastrimin e minave në ngushticë. Të hënën ai paralajmëroi Teheranin të mos përdor mjete të shpejta detare për të ruajtur kontrollin mbi Hormuzin. Nëse një nga këto mjete do të sulmonte blokadën amerikane, ai do të eliminohej menjëherë. Megjithatë, Irani në negociatat në Islamabad e ka vendosur kontrollin e përhershëm mbi ngushticën e Hormuzit si kusht për një marrëveshje e paqe. Regjimi e konsideron këtë korridor jetik për ekonominë globale të naftës si garanci për mbijetesë dhe mjet parandalimi ndaj sulmeve të ardhshme nga SBA dhe Izraeli. Për këtë arsye, Teherani kërcënon me kundërmasa për të bllokuar edhe eksportet e naftës dhe gazit të shteteve arabe të gjirit. Një opsion është aktivizimi i milicisë Houthi në Yemen për të bllokuar ngushticën Bab el-Mandab në hyrje të detit të Kuq. Arabia Saudite aktualisht eksporton një pjesë të naftës përmes tubacionit lindje e perëndim drejt detit të Kuq, por Ali Akbar Velayati, këshilltari i liderëve iranian, deklaroi në X se Komanda e Përbashkët e Rezistencës e konsideron Bab el-Mandab njësoj si ngushticën e Hormuzit. Nëse SBA përsërit gabimet, tregtia globale e energjisë mund të ndërpritet me një veprim të vetëm. David Sanger, gazetari i New York Times dhe eksperti i sigurisë, shkroi se blokada do të jetë një test për të parë se cila palë mund të përballojë më shumë presion. Nëse Irani nuk arrin të eksportojë lëndë të para për një periudhë të gjatë, pasojat do të jenë të rënda për regjimin. Sipas ekspertit të sanksioneve Miad Maleki, humbjet mund të arrijnë $435 milion në ditë. Pas 13 ditësh pa eksporte, kapacitetet e depozitimit do të mbusheshin, duke detyruar ndalimin e prodhimit dhe duke rrezikuar dëmtime afatgjata të fushave të naftës. Megjithatë, mbetet e paqartë nëse SBA dhe ekonomia globale mund të përballojnë më gjatë pasojat se sa Irani, veçanërisht nëse Teherani arrin të godasë eksportet energjetike të vendeve të gjirit. Negociatori iranian Mohammed Bakir Ghalibaf paralajmëroi rritje të ndjeshme të çmimeve të karburanteve. Trump mund të llogarisë edhe në presionin e Kinës ndaj Iranit. Pekini blen më shumë se 80% e eksporteve iraniane të naftës dhe siguron rreth gjysmën e nevojave të tij nga gjiri persik. Megjithatë, Kina ka rezerva strategjike që mund ta ndihmojnë të përballojë një blokadë për disa muaj. Sipas burimeve të inteligjencës amerikane, Pekini mund të furnizojë Iranin me raketa kundërajrore portative. Aktualisht, SBA këmbgul në kërkesa maksimale ndaj Iranit, ndalimin e pasurimit të uraniumit, dorëzimin e rezervave të uraniumit të pasuruar, ndërprerjen e mbështetjes për milicit e huaja dhe hapjen e ngushticës së Hormuzit. Teherani pritet i kundërshtojë këto kërkesa edhe nën presion të fortë. Ish diplomati amerikan Richard Haas e mbështet blokadën, duke e konsideruar situatën aktuale të paqëndrueshme. Ai e sheh rritjen e presionit si pjesë të procesit negociues në vazhdim, duke shtuar se vallëzimi diplomatik sapo ka filluar.